Menjëherë pas fitores, ka reaguar dhe ish konkurrenti i edicioneve të kaluara Gjibani, për sa i përket fitueses Selim Bollati. Koha për pak teori konspirative, çmimi ka qenë i paracaktuar, asgjë nuk ndodh rastësisht kur dirigjohet nga të fortët e të pasurit, sikurse edhe vjet duhej sërish dikush i moshës 20 e ça vjeç, të adhurojnë fëmijët, të identifikohen bashkëmoshatarët, të udhimësit prindërve dhe të moshuarve, të kap votat Shqipërinë dhe Kosovën, e ku më mirë. Prezantuesi që të hynë në punë produksionit pas fitores, balerinë që të vinë nga bota e artit e certifikuar, Protege Gjebrejas që të justifikoj titullin VIP në të gjitha mediat e mëdha, por pse këtë vit femër, edicioni i kaluar u perceptua si një skandal i madh për pasojë ndaj femrave. Publiku rinor dhe intelektual vuri kurrjen për denigrimin ndaj figurës së femrës, Gjibani ndaj Valbonës, Rozanës, Eglit, Livjes, Danjës dhe Arketa Vesiut, e cila oftua jo rastësisht me madhështi si opinioniste për të treguar që topi distancohet nga sjellja e një ish banorit të spektaklit. Vazhdoi me ata akuzuarit për sjellje të keqe ndaj femrave, Jozi ndaj Loredanës, Rozanës dhe Livjes, Gjesi ndaj Eglit, dhe kështu u gjet heroesha e paraqitshme artikuluar, i kishin parashikuar të gjitha, përveç Shkrevatit, futën letër nga Jati, Konatën VIP i thënshin, Rogertin VIP i thënshin, Shndritin, Vllajin, Luizin, të gjithë kundër Krevatit që të shpëtoi imazhi i fremës së fortë, e cila në gojë të sëmura dhe të shëndoshta, po flitet si një ere karrieriste që nuk guron të bëjë lojë krevatesh me një burrë të martuar. Aty komenduan se shpëtuan nga të paparashikuarit, çamja e Shqapërisë etnike ofendoi Gjirokastrën, Mirditën dhe Dibrën. Vjet Jozi u përjashtua pse ofendoi një banor dhe u viktimizua një krahin. Si vjet e përkëdhelura Jehodi me një qortim. Votat e Kosovës ja dhanë përmes gimbos, dhe mbretëresha 23 vjeçare u kurorëzua. Sa keq, mesazhi dështoi, femra e fortë, simboli i qendresës heroike të feminizmit televiziv, do kujtohet se e panjohura 23 vjeçare që qëndroi në krevatin e atij tjetrit, nga West Side Family, burri i martuar. Ky është mesazhi që u dha mbrëm, me dashje apo pa dashje, këtë e din produksioni, reagoi Gjebani në profilin e tij në Instagram. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.